Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë, duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio miqve njërën pas hapësirës së parë muzikore që startonte programi në ditën e sotme dhe në këto momente është bashkuar në studion e programit Muzik Plus e ftuara për sot Francesca Prenjasi, psikologe këshillimi. Francesca, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje. Përshëndetje Kela, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi shumë e madhe të ndodhem sot këtu pranë jush për të folur, sidomos për një temë kaq delikate siç është tema e emocioneve dhe roli I tyre në përditshmërinë tonë. Është vërtet, sikurse ti e përmende, një temë delikate, të cilën për hir të së vërtetës ne trajtojmë shumë pak apo I kushtojmë shumë pak rëndësi edhe për shkak të ritmit të jetës që ne jetojmë në ditët e sotme për shkak të teknologjisë. Pra, janë disa arsye se përse ndodh kjo, të cilat ju do t'i shpjegoni më së miri përgjatë bisedës sot. Prandaj së pari dua të ndalem tek pyetja se çfarë janë emocionet dhe pse ato luajnë një rol kaq të rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Atëherë unë po e shpjegoj pak thjesht rolin e emocioneve në jetën tonë dhe në vetvete çfarë janë emocionet. Si fillim dua të them se emocionet janë një gjendje komplekse. Janë aq komplekse sa ndonjëherë ne nuk dim si t'i shpjegojmë ato. Ato janë gjendje komplekse psikologjike dhe fiziologjike, të cilat më pas, më vonë mund të shfaqen edhe me reagime sjellore. Dhe ndonjëherë çuditemi kur shohim dikë që përjeton një emocion të fortë dhe shfaq një sjellje e cila nuk është konform asaj situate ku ai ndodhet. Për shembull, nëse një fëmijë I vogël shfaq një sjellje agresive, domosdoshmërisht ai do ketë përjetuar një emocion shumë të fortë. Shpesh ne psikologët ju bëjmë thirrje edhe prindërve të cilët nuk ju japin rëndësi emocioneve të fëmijëve. Dhe mundohemi t'ja u shpjegojmë që t'i lexojnë këto emocione, t'i pyesin fëmijët e tyre, të mundohen të kuptojnë se çfarë po përjeton fëmia dhe të mos I shtypin ato. Tjetër ajo që dua të theksoj në pjesa e emocioneve është se unë si psikologe, por jo vetëm, I shohim emocionet si sinjale të brendshme dhe shumë të rëndësishme, sinjale të cilat nuk duhen anashkaluar, sinjale të cilat duhet ju japim rëndësinë e duhur, sepse emocioni është reagimi ynë I parë. Nëse ne kemi përballë një situatë të rëndësishme, domosdoshmërisht do aktivizohet një lloj emocioni. Dhe ne si njerëz përjetojmë 6 lloje emocionesh bazë, siç janë lumturia, frika, zemërimi, trishtimi, neveria. Jo shumë njerëz I dinë këto emocione dhe jo shumë fëmijë mund të identifikojnë emocione, sepse ato në reagimet tona mund të jenë aq mikse sa nuk mund të ndërthuren me njëra tjetrën? Po, mund të ndërthuren me njëra tjetrën dhe mund të bëhen miks. Për shembull, unë do e shpjegoj me një shembull shumë të thjeshtë që të jem edhe më e kuptueshme për dëgjuesit tan. Për shembull, nëse paraardhësit tan nuk do përjetonin emocione, ne nuk do evolonim kaq shumë. Për shembull, ata nëse nuk do friksoheshin nga kafshët e egra që mund të kishin përballë, atëherë domosdoshmërisht nuk mund të ndërtonin nuk mund të ndërtonin mjete mbrojtëse. Apo jo, e nëse nuk do lumturoheshin kur të arrin gjithçka që ata bën, nuk do ecnin edhe nuk do mundoheshin për më mirë akoma. Pra, emocionet janë aq të domosdoshme dhe aq të rëndësishme, janë sinjale aq të fuqishme në brendësinë tonë sa na bëjnë ndonjëherë edhe të evolojmë për mirë. Kjo është ajo që unë dua të theksoj. Jepjoni rëndësinë e duhur emocioneve dhe sinjaleve të brendshme të trupit dhe ne që I kemi këto emocione. Se si mund të ishim, sa mirë. Se si mund të ishim nëse nuk do kishim emocione. Imagjinon do të kishe përballë një person e që nuk do ndjeje as empati për këtë person. Edhe ne nuk na pëlqen ndonjëherë kur kemi përballë një person I cili nuk reagon kundrejt
situatave të ndryshme, qoftë emocione pozitive apo edhe negative. E vërtet është kjo, sepse domethënë do duket si një person i ngurtë. Si një person pa empati, pa ndjenja, ose do ta përshkruani me fjalë shumë nuk di në këto momente se mund ta përshkruaj. Domethënë, njeriu dallohet thjesht nga emocionet e tij. Ato e bën të jetë më njerëzor, më empatik, i vetëdijshëm, i ndërgjegjshëm për atë që po bën. Patjetër për veprimet e veta. Po. Ajo që dua të ndalem në këto momente, ti e preke paksa në lidhje me emocionet e ndryshme, shpesh dëgjojmë që disa emocione konsiderohen si negative. Unë i ndava në këto kategori, ndoshta jam duke i ndar gabimisht, por nëse ndalemi tek ato emocionet më negative që ne njohim në përditshmëri, sikurse është frika, zemërimi apo edhe trishtimi, a duhet vërtet i shmangim ne këto emocione apo ato kanë një tjetër funksion të dobishëm në mënyrën se si ne përjetojmë një emocion, në mënyrën se si ndërveprojmë më pas edhe në komunitetin në cilin e jetojmë, qoftë edhe në ambiente më të vogla, familjare, por edhe përtej saj. Kila këtu dua të ndalem pak, sepse është shumë e rëndësishme edhe për ta theksuar. Emocionet vërtet ndahen emocione pozitive dhe negative, por unë shpesh e theksoj edhe në punën time të përditshme që nuk ka emocione pozitive dhe negative. Edhe frika, zemërimi apo trishtimi janë po aq të rëndësishme sa gëzimi dhe lumturia. Dhe nëse ne mundohemi që frikën dhe trishtimin ta shtypim, atëherë do t'i japim vetes tonë një punë shumë më të madhe. Dhe një problem tjetër, nëse ne shtypim frikën dhe këtë e bëjmë për një kohë shumë të gjatë, atëherë ne vetes tonë do t'i akumulojmë një ankth të përgjithësuar. Është shumë e rëndësishme që ne ta identifikojmë emocionin, ta marrim emocionin dhe t'i japim ngjyrat e duhura këtij emocioni, jo thjesht ta shtypim për të dukur bukur në sytë të tjerëve. Kjo nuk na bën më pak njerëzor apo më pak të fuqishëm. Dhe absolutisht të dobët, jo. Kjo na bën njerëz të vetëdijshëm dhe me një inteligjencë emocionale shumë të mirë. Do të thotë, të jem më i qartë, ne e marrim frikën dhe e punojmë atë. Nëse unë sot përballem me një problematikë apo përballem me një frikë nga po marr një shembull konkret të thjesht, përballem me frikën nga qeni që më del në rrugë, e sigurt është që nuk duhet ta shtyp këtë frikë. Por çfarë do bëj? Do e përpunoj frikën. Nëse unë e identifikoj këtë emocion, atëherë puna ime është që unë si një njeri me inteligjencë emocionale të filloj dhe ta punoj këtë problematikë, që mos e lë nesër që frika nga qeni të bëhet. Si mundet ta ka disa lloj teknikash, por mund të jetë vështirë, është shumë e vështirë që ne të fillojmë dhe të jemi kaq të ndërgjegjshëm që çdo frikë dhe çdo emocion ta punojmë, por ka teknika dhe nuk është e pamundur. E vërteta dhe më e sigurta është që ne ta identifikojmë. Nëse unë e identifikoj, është gjysmë e punës. Unë e pranoj, hapi tjetër më i rëndësishëm që unë kam frikë dhe unë nuk bëj sikur kam frikë, por unë realisht kam frikë, e pranoj që unë kam frikë nga X faktori i jashtëm, e punoj frikën time dhe një nga metodat më të mira në psikologji është mbajtja inditari për shembull. Më pas kalojmë në hapin konkret. Mbajtja inditari, vetërregullimi emocional, për shembull nëse unë e mendoj gjatë gjithë kohë frikën time, atëherë unë më shumë po jap akses vetes për të pasur problematik. Unë nuk po e ndihmoj veten time. Nëse unë gjatë kohës që e mendoj si frikë, si emocion, dhe mundohem ta shkruaj dhe mundohem që ndoshta ta flasim, sepse përmendet kaq shumë nga këshillat të ndryshme psikologjike, është shumë e rëndësishme që ne të zgjedhim ta ndajmë atë frikë apo atë emocion që kemi. Po ta ndajmë me të tjerët, ta flasim, ta punojmë dhe nëse unë vetë si individ nuk mundem dhe nuk po arri dot asnjë gjë me këtë problematik, me këtë emocion, të kërkoj ndihmë. Kjo është më e rëndësishme. Zakonisht njerëzit nuk kërkojnë ndihmë sepse i quajnë dobësi. Dhe ka raste kur ata janë të vetëdijshëm që kanë problematika dhe nuk kërkojnë ndihmë sepse mund të kenë frikën e stigmës nga të tjerët. E rëndësishme është që ata të kërkojnë ndihmë, të drejtohen një profesionisti, një psikologu dhe nëse problemi është dhe më i madh, një psikologu klinik i cili mund të bëjë dhe seanca psikologjike për largimin e kësaj problematike. Francesca, deri më tani e the shumë qartë që është shumë e rëndësishme që ne të identifikojmë atë frikë që mund të kemi brenda vetes,
të punojmë me veten në mënyrë që të mos e ndrydhim më shumë. Është që ato nuk zhduken. Po. Ato akumulohen dhe nuk zhduken. Nëse ne i mbledhim emocione dhe nuk i punojmë, ato nuk zhduken. Por çfarë ndodh me një individ? Çfarë ndodh? Ato grumbullohen dhe shfaqen në forma të ndryshme, në forma ankthi. Zakonisht kemi persona me ankthe të përgjithësuar në shmangje të kontakteve sociale, zakonisht njerëzit përballen me frikra të ndryshme dhe izolohen, po. Dhe kjo është shumë na bën shumë disfunksional. Nëse unë izolohem dhe nuk kam kontakt me persona të tjerë social, mua më bën jo funksional, sepse nuk do mund të ka njerëz që nuk duan të shkojnë në punë, refuzojnë të shkojnë në punë, për shkak se duan të shmangin kontaktet sociale dhe nuk kërkojnë ndihmë sepse siç e theksova dhe më përpara, kanë frikën e stigmës dhe paragjykimit. Për të thënë të drejtën dhe të vërtetën, ka shumë njerëz të cilët tani i kanë dhënë rëndësi dhe kanë ndryshuar koncepti psikologut apo punonësit të shëndetit mendor, po japin rëndësi, por ka shumë punë përpara për të bërë. Ka dhe njerëz të tjerë të cilët nuk e kanë forcën dhe guximin për ta bërë. Por një pyetje që më vjen spontanisht në këto momente është që patjetër, ndoshta ne kemi pasur pranë vetes apo kemi dëgjuar raste të personave të cilët e ndjekin këtë lloj procesi që ti sapo prezantove, atë vetizolimin, largimin nga shoqëria dhe gjitha këto. Por nga ana tjetër, kemi hasur dhe raste të njerëzve të cilët në sytë të tjerëve duken shumë të lumtur, duken shumë normal, sikur gjithçka po shkon mirë, por që më pas kanë një lloj shpërthimi, edhe kuptojmë që jo gjithçka ka qenë kaq mirë me këta persona. Çfarë ndodh me këta? Kjo është e vërtetë dhe mua më vjen vërtet keq që njerëzit mundohen dhe kamuflojnë atë gjendjen e tyre emocionale, sepse është ajo që unë theksova pak më përpara, është shtypja e emocioneve. Nëse mua më vjen të qaj në këto momente, atëherë domosdoshmërisht unë duhet të qaj. Nëse mua më vjen të qesh në këto momente, unë domosdoshmërisht duhet të qesh, sepse nëse unë nuk e bëj këtë proces, ndodh ajo që ju theksuat më sipër. Dhe kjo, nëse identifikohet nga personat të afërm, është e mira që të flitet me personin që kam për krah, të flitet, të diskutohet dhe të kërkohet ndihmë. Dhe ndihma sa më përpara, aq më mirë. Specialisti i fushës është e sigurt që i do jap zgjidhjen më efikase dhe do ketë rezultate patjetër shumë efektive. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të ndalur tek diçka që ndoshta e dëgjojmë kaq shumë të flitet, sikurse është inteligjenca emocionale, por më shumë rreth saj rikthehemi për ta zbuluar me njërin mbas këngës Kjo botë kërkon për një rock kënduar nga Gloria Nur. Rikthehemi sërish në studio miq, për gjithë ju që sapo keni hapur radion, jemi drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus. Në ditën e sotme duke zhvilluar një bisedë shumë të veçantë me Francesca Prenjasin, psikologe këshillimi, dhe në këto momente do të ndalemi sikurse përmenda edhe para se të ndiqnim hapësirën muzikore tek inteligjenca emocionale dhe për hir të së vërtetës në shoqërinë në cilën ne jemi duke jetuar flitet shumë për inteligjencën emocionale. Çfarë do thotë kjo në praktikë dhe nga ana tjetër dua t'ju pyes se si reflektohet kjo inteligjencë emocionale në marrëdhëniet tona personale, por pse jo dhe në ato profesionale, se dashur pa dashur nuk i ndajmë këto të dyja. Po patjetër. Shiko, Kela, kjo është një nga pyetjet më të bukura që mua më është drejtuar këtë kohë, duke qenë se ne flasim shumë për inteligjencën artificiale, e kemi anashkaluar pak atë emocionale, e cila është më e rëndësishme për funksionimin ton. Unë po jap një përkufizim të shkurtër të inteligjencës emocionale, e cila është aftësia për të njohur emocionet tona, për t'i kontrolluar ato, për t'i identifikuar jo vetëm emocionet tona, po dhe të tjerëve. Atëherë është një lloj aftësie, po e theksoj më qartë. Një person me një inteligjencë emocionale të zhvilluar në marrëdhënie me të tjerë do të ketë më pak konflikte.
do të jetë shumë bashkëpunues, do të jetë shumë mirëkuptues dhe puna me pak fjalë do të jetë më e zgjidhshme dhe do të jetë më e lehtë. Nëse ne kemi në punë një person me inteligjencë emocionale të dobët, atëherë domosdoshmërisht do të jemi në konflikte të vazhdueshme me këtë person. Nuk e di nëse të ka rastisur në punën tënde që të kesh një person me inteligjencë emocionale pa e ditur personi tjetër që i ka këtë defekt, në thonjza, por është e vërtetë që nëse rrethohesh nga kolegë të cilët kanë inteligjencë emocionale të zhvilluar, puna dhe marrëdhëniet bëhen shumë të lehta. Është shumë e domosdoshme, është një proces jetësor, do e thoja unë. Por fati mirë është që inteligjenca emocionale zhvillohet gjatë viteve. Ne kemi fatin mund të punojmë me veten, mund të punojmë me veten. Ne kemi fatin që mund ta zhvillojmë këtë inteligjencë emocionale dhe si mund ta zhvillojmë? Nëse personi e identifikon që nuk shkon diçka në mënyrën se si reagon, atëherë ai është i vetëdijshëm dhe mund t'i shmangë këto, në thonjza gjithmonë këto defekte tek vetja. Vetë kontrolli është një lloj aftësie e inteligjencës emocionale. Vetë kontrolli që është për mua shumë i rëndësishëm. Nëse unë kam një vetë kontroll të mirë, atëherë është e sigurt që inteligjenca emocionale ime është e zhvilluar. Vetë efikasiteti, empatia gjithashtu është një ndër aftësitë e inteligjencës emocionale. Një person empatik nuk kupton vetëm veten e tij, por kupton dhe emocionet e personit që ka përballë. Dhe është një ndër vlerat, mendoj, që karakterizon një individ. Në kohët e sotme, shpesh na ndodh që nuk kemi shumë persona që kanë inteligjencë emocionale të zhvilluar. Nuk marrin parasysh emocionet e të tjerëve, shpesh bazohen vetëm tek ato të vetat dhe ky është problem për mua. Por çfarë mendon që mungon më tepër tek njerëzit në ditët e sotme? Nga eksperienca ime do jap një mesazh të sinqert dhe do them diçka shumë të sinqert, besoj, është mungesa e inteligjencës emocionale. Të gjithë janë fokusuar inteligjencës artificiale duke harruar atë njerëzoren. Inteligjenca emocionale ka të bëjë me njerëzoren. Thjesht kanë filluar procese automatike, robotike, të mendojnë të funksionojnë si inteligjencë artificiale dhe jo si inteligjencë emocionale. Të gjitha aftësitë që unë ceka pak më herët janë aftësitë e inteligjencës emocionale, të cilat na bën njerëz me vetë kontroll, me vetë efikasitet, empatik, të kontrolluar dhe njerëz funksional. Francesca, ti e përmendë më së miri që me inteligjencë emocionale ne patjetër nuk lindim, por është diçka e cila zhvillohet me kalimin e kohës, prandaj në kuadër të saj sa i rëndësishëm është edukimi emocional tek fëmijët dhe si mund të ndihmojnë prindrit, por edhe mësuesit, duke qenë se janë në kontakt të vazhdueshëm me fëmijët. Kjo është shumë e rëndësishme dhe dua të ndalem pak gjatë. Do të thotë, lufta më e madhe tani bëhet për të edukuar fëmijët apo jo. Theksin më të madh e kemi tek edukimi i fëmijëve. Inteligjenca emocionale apo edukimi emocional tek fëmijët është shumë i rëndësishëm. Dhe unë shpesh ju theksoj prindër, keni kujdes fëmijët, mënyrën se si fëmia ndihet dhe mënyrën se si fëmia sillet. Domosdoshmërisht ndjesitë që ne kemi reflektohen në aftësitë sjellore. Do më thënë, nëse unë e pyes fëmijën tim kur vjen nga shkolla si dole sot, si kalove sot, jam shumë në rregull me edukimin emocional të tij. Ama nëse unë direkt kaloj tek nota dhe sa vjen fëmia nga shkolla them çfarë note more sot, unë kam anashkaluar gjithë pjesën emocionale të fëmijës, janë fokusuar vetëm në ana akademike. Është shumë e rëndësishme që unë të pyes fëmijën tim për mënyrën se si ai ndihet në shkollë, si ka kaluar, çfarë ka shqetësuar, dhe këtu dua t'ju bëj thirrje gjithë prindërve. Prindër, ju lutem, më e rëndësishme është mënyra se si sillet fëmia dhe ndihet ai, jo çfarë mori në shkollë apo nuk di tjetër ku ta kap. Domethënë tani thjesht dua të them që mënyra se si ne ndihemi dhe si sillemi ka një rol shumë të rëndësishëm më pas në por le të mos harrojmë në kohën të cilën ne jetojmë, ti je nën e dy vajzave të vogla, nuk mund të them, por që janë duke u rritur dhe besoj që edhe në eksperiencën tënde si prind, por edhe të punës tënde në aspektin profesional, ke vënë re që ndryshe nga brezi prindërve tan, patjetër, prindrit në ditët e sotme janë duke i kushtuar një rëndësi më të madhe inteligjencës emocionale. A ndodh kjo
për kohën në cilën ne po jetojmë, apo është vërtet diçka që është e rëndësishme dhe ne duhet jemi më të ndërgjegjshëm për rëndësinë e saj në rritjen dhe në edukimin e fëmijëve, patjetër ashtu siç duhet, ashtu sikurse dhe na vijnë këshilla të ndryshme në aspektin e psikologjisë. Tani është e sigurt që kohët kanë ndryshuar dhe prindrit janë më të ndërgjegjshëm dhe i kanë kushtuar më shumë vëmendje emocioneve të fëmijës. Dhe jam e sigurt që të gjithë prindrit nisen nga edukimi emocional në fillim, edukojnë emocionalisht fëmijët. Dhe nëse një prind edukon emocionalisht fëmijën e tij, e sigurt që më vonë fëmia do ketë një vetë menaxhim shumë të mirë të emocioneve të tij. Ai do jetë më i vetëdijshëm për ato, do i punojë ato dhe nuk do shfaq problematika të tjera në vijim. Ka ndryshime shumë të mëdha të kohëve, po them, dhe domosdoshmërisht edhe ndryshime të mundësisë së prindërve. Ne kemi ecur më tej, jemi evoluar më tej ne si prindër të rinj që jemi, thjesht kemi mësuar nga gabimet e prindërve tan. Shpesh na vret ndërgjegja ndonjëherë them, e kanë bërë prindrit tan këtë gjë me ne, por të mos e bëjmë ne me fëmijët tan këtë lloj gabimi që ata kanë bërë tek ne. Të gjithë prindrit besoj e kanë këtë lloj mendësie, tani kanë ndryshuar, i kanë kushtuar më shumë rëndësi emocioneve të fëmijëve të tyre sesa aspekteve të tjera. Thjesht mua më vjen shumë mirë kur dëgjoj edhe në punën time të përditshme që ka prindër që thonë, nuk e ndëshkoj më për gabimet që prindrit tana kanë ndëshkuar. Një ndër metodat. Po, patjetër, ndëshkimi ka qenë që vinte edhe në shkollë edhe në familje. Po, patjetër, ka qenë një ndër metodat, domethënë që kanë lënë gjurmë të thella edhe sot, e kësaj dite tek ne si individ, sepse kanë qenë ndëshkime shumë të forta. Më vjen mirë kur dëgjoj prindër të cilat më thonë shpesh unë nuk do bëj më gabimin që kanë bërë prindrit tim tek mua, dhe domethënë çuditem dhe them o Zot faleminderit që kam po dëgjoj këtë lloj gjërash dhe ka prindër kaq të ndërgjegjshëm në kohët e sotme. Ka prindër të cilët thonë që për një gabim që bën fëmia, unë përdorja edhe ndëshkimin dhe dhunën, por tani jam ndërgjegjësuar dhe nuk mundem ta bëj dot më këtë gjë. Ka raste pozitive dhe ka feedback shumë të mirë nga prindër që mua më vijnë, por ka raste të vështira të cilët duan sensibilizim dhe ndërgjegjësim ende në kohën ku ne jetojmë. Dhe le të mos harrojmë që teknologjia bën të veten ka një tjetër rol negativ në mënyrën se si ne si prindër ndoshta prinderojmë. Po. Do shtoja edhe diçka tjetër këtu, kur një fëmijë mëson të emërtojë emocionet e tij, është e sigurt që ai fëmijë mund të flasë për to. Nëse ai emërton emocionet, ai mund të flasë për to. Këtë e them për të gjithë prindrit. Nëse fëmia fillon qan dhe thot mami jam e mërzitur, merreni si një sinjal të fëmijës këtë gjë. Dhe quajeni si diçka pozitive. Ky fëmijë po zhvillon emocionet, ky fëmijë po zhvillon inteligjencën emocionale, ka identifikuar emocionin dhe po e flet atë. Sepse ndonjëherë themi po pse qan ose ja frenojmë emocionet fëmijëve dhe kjo është shumë e dëmshme. Ose mos qajme, boll qave. Kjo është shumë e dëmshme. Po bëjmë frenim emocional të fëmijës. Dhe prindër, ju lutem ma dëgjoni këtë këshill, mos frenoni emocionet e fëmijëve, ju lutem jeni të hapur, dëgjojeni të gjitha emocionet që ata mund të shprehen, ndonjëherë edhe me reagime sjellore, jo vetëm me fjalë, sepse fëmia është fëmijë dhe nuk mundet ta shprehë. Madje ndonjëherë me sjellje flet më shumë se sa me fjalë. Patjetër. Cilat janë ndoshta disa shenja që tregojnë se një person ka vështirësi në menaxhimin e emocioneve të veta, qoftë një person i rritur, adult, por edhe një fëmijë. Po, e para është ajo që theksove edhe më parë, Kela, është nervozizmi. Zakonisht fëmijët nervozohen shumë kur kanë diçka që nuk shkon. Është izolimi, shpesh. Shpesh ata shfaqin ndjenja izolimi. Është ndjenjat e fajt, ka njerëz që mund të ndihen fajtor, edhe nëse nuk kanë bërë gjë. Dhe shpesh ndodh që të kemi njerëz për shkak të emocioneve të forta mund të ndihen fajtor, edhe pa pasur asnjë ndjenjë faj apo duke mos bërë asnjë lloj gabimi. Ata ndihen fajtor. Është ankthi i cili ka reagime shumë të forta fiziologjike. Reagime fiziologjike vërtet shumë të forta, siç janë raje shumë të shpejta të zemrës, djersitje, marrje mendsh. Këto janë simptoma të emocioneve shumë të forta.
Ne do të kemi një shkëputje tjetër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio edhe për të folur edhe për diçka tjetër në përfundim të bisedës sonë në studio, por pa humbur kohë ju ftoj të ndiqni Petrina Kalaveshi me këngën I këndoj dashurisë tënde. Është marrëzi e di kur bota tritën të ketë parë do të kërcej me gzim si të shkërcejmë tani I këndoj dashurisë tënde I këndoj dashurisë tënde Rikthehemi në studio, jemi në ditën e sotme me Francesca Prenjasin, psikologe këshillimi dhe në këto momente dua të ndalem tek një tjetër pyetje, e cila besoj është shumë e rëndësishme dhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Në aspektin e psikologjisë, nuk e di a ka teknika të thjeshta, të cilat ne mund t'i përdorim në përditshmërinë tonë për të qenë më të vetëdijshëm në aspektin emocional. Po patjetër, psikologjia është një nga shkencat më të bukura e cila është plot me teknika vetë rregullimi dhe me teknikat vetë efikase për rregullim të çdo lloji sjellje. Unë do ndalem pak këtu, Kela, për të dhënë një mesazh dëgjuesve më praktik që ta përdorin në situata kur ata ndihen në vështirësi. E para, nëse kanë një vështirësi emocionale apo ndodhen përballë një vështirësie emocionale, më e rëndësishme është të ndalojnë, të pyesin veten për pak sekonda ç'po më ndodh, çfarë lloji emocioni është ky që po përjetoj dhe ta emërtoj atë emocion. Për shembull, nëse është në një situatë ku emocioni primar është frika, atëherë ta identifikoj frikën. Nëse është përballë një emocioni kur ka mërzitje, ta identifikoj mërzitjen. Nëse unë e kam identifikuar emocionin, atëherë jam në hapin e parë dhe më të mirë për të filluar punën. E dyta është kontrolli I trupit. Emocioni zakonisht dhe fillimisht shfaqet në trup dhe unë po e kontrolloj trupin tim nga ky emocion. Si jam I tensionuar?
Nëse unë e identifikoj këtë lloj emocioni sjellor në trupin tim, atëherë kam bërë hapin e dytë të punës. Hapi i tretë është që unë duhet të mbaj një ditar emocional. Nëse unë u ndalova e identifikova emocionin, e pash tensionin që po përjetoj në trup, atëherë duhet ta shkruaj këtë lloj emocioni në ditarin tim personal apo në ditarin e emocionit. Dhe në fund të ditës, në emocionin tim apo në ditarin tim të emocioneve, unë do shkruaj çfarë emocioni më dominonte mua. Çfarë shkaktoi këtë lloj emocioni? Duke pasur parasysh atë që më shkakton, unë mund ta identifikoj shumë mirë dhe mund ta shmang herës tjetër. Si reagova unë? Unë ju largova emocionit, e shtypa emocionin, apo e identifikova dhe do mundohem ta punoj emocionin tim. Dhe bëj një shkallë matse të këtij emocionit, sigurisht në ditarin tim emocional, nga 0 tek 10. Sa i fortë ishte emocioni që unë po përjetoj. Dhe tjetra që dua të them është dallimi midis faktit dhe interpretimit, se zakonisht ne mundohemi dhe interpretojmë ato emocionet shumë herë më të fuqishme nga ajo që ne përjetojmë. I perbolizojmë shumë. Po, e sigurt. Çfarë më ndodhi realisht? Sa i fortë ishte emocioni? Ishte konkret emocioni apo unë e hiperbolizova më shumë? Dhe me e rëndësishme, ku dua të ndalem dhe të theksoj, është pranimi pa gjykim. Unë do e pranoj dhe nuk do e ndëshkoj veten time për këtë lloj emocioni që unë përjetova. Zakonisht më ndodh tek personat apo tek meshkujt që nuk e pranojnë emocionin, apo unë jam burru, nuk mund të kem frikë. Kemi patjetër edhe këtë aspektin dhe krenarie. Pasi kemi bërë të gjitha këto hapa, kemi frymarrjen e vetëdijshme për 1 minutë, që unë zakonisht e përdor si teknikë edhe tek nxënësit apo tek personat që kanë problematika të ndryshme. Merrja e frymës ose thithja e ajrit për 4 sekonda, mbajtja për 2 sekonda dhe nxjerrja jashtë për 6 sekonda. Është shumë e thjeshtë, duket si një teknikë, çfarë teknike është, por është shumë efikase tek të gjithë personat që e aplikojnë. Dhe një mesazh shumë i rëndësishëm këtu që unë dua ta mbyll tani këtë pjesën e teknikave të thjeshta është vetdia emocionale, nuk do të thotë që ne ti kontrollojmë emocionet, por ti njohim, ti kuptojmë dhe ti pranojmë ato. Dhe në fakt kjo që solle ka qenë vërtet shumë interesante, një lloj manuali që mendoj në një farë mënyre nëse ne zgjedhim ta praktikojmë diçka të tillë në përditshmëri apo në momente të ndryshme që ne përballemi me situata të vështira hera herës apo ato situatat negative, emocionet negative, është të bëhemi psikolog të vetes, në një farë forme të gjithë duhet të jemi psikolog të vetes, në një farë forme. Por në rastin kur ne nuk mundemi dot dhe nuk po japim dot drejtim, atëherë duhet i drejtohemi patjetër një psikologu të vërtet. Dhe diçka që më lind shumë spontanisht në këto momente nga gjithë ai manual që ju prezantuat dhe në fakt e kam asur kaq shumë në aspektin e këshillave psikologjike të mbajmë një ditar apo të shkruajmë ato ndjesitë, emocionet tona. Në aspektin psikologjik, pse është kaq e rëndësishme kjo metodë apo kjo teknikë thjesht midis gjithë të tjerave? Kjo është një nga teknikat më të mira dhe më efikase. Zakonisht psikologët e kanë si praktik pune. Të gjithë klientëve të tyre ju rekomandojnë mbajtjen e një ditari. Nëse unë sot mbaj një ditar, unë kam shënuar, kam regjistruar të gjitha ato që unë kam përjetuar dhe kam ndjer. Domosdoshmërisht kjo do ngulitet dhe do më ndjek gjatë gjithë kohës. Sepse ne kemi përdorur më tepër në vitet e gjimnazit për ruajtjen e kujtimeve, për të mos harruar ndjesitë, kujtimet, për të mos harruar atë që na ka ndodhur. Nuk e di si funksionon sot me të rinjt apo me nxënësit me të cilët ti je në kontakt, ta vazhdojnë zakonisht të mbajnë një ditar. Për fat të keq nuk kanë më nxënës, ose mua në praktikën e punës nuk jam hasur me nxënës të cilat mbajnë në ditare. Thjesht nxënësit që unë ju rekomandojnë të mbajnë ditare. Në momentin që unë kam përjetuar një emocion, për të rikthyer atje tek pyetja jote, në momentin që unë kam përjetuar një emocion dhe në momentin që unë e kam shkruar këtë emocion, kur i rikthehem, ndjesia do jetë e njëjta, do jetë shumë e fuqishme nëse unë e lexoj në ditar, jo vetëm duke e sjell me mendjen time. Dhe duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, aspekti psikologjisë, emocionet dhe gjitha që ne jemi duke trajtuar
janë një mori temash të cilat mund t'i sjellim në këndvështrime nga më të ndryshme. Gjithsesi unë falenderoj vërtet shumë për gjitha ato mesazhe që përcolle në bisedën e ditës së sotme, prandaj për ta mbyllur, cili do të ishte një mesazh i fundit për dëgjuesit tanë në lidhje me pranimin, por dhe kujdesin ndaj emocioneve të tyre dhe e theksoj shumë e rëndësishme dhe të tjerëve përreth nesh. Faleminderit shumë Kela që më bërë pjesë të emisionit tanë sot. Ishte një kënaqësi shumë e veçantë, edhe pse sot unë fola për emocionet, por unë kisha vërtet shumë emocione, pasi ishte era ime e parë dalje në radio. Unë dua të jap një mesazh për dëgjuesit, një mesazh shumë të fortë dhe një mesazh jo vetëm si psikologe, por edhe si njeri. Mesazhi im si psikologe në radhë të parë është që emocionet janë pjesë e jona dhe meritojnë një vëmendje shumë të rëndësishme. Janë sinjale që trupi jon na dërgon. E para dhe më e rëndësishmja, jepjuni vëmendjen e duhur dhe vëmendjen që meritojnë. Tjetër, të kujdesemi për emocionet tona dhe të tjerëve na bën të ndërtojmë marrëdhënie më të forta dhe më të mira. Nëse më e gjata dhe më të shëndetshme dhe më të ekuilibruara. Kujdesuni për emocionet dhe marrëdhëniet do jenë shumë më të ekuilibruar dhe shumë më të shëndetshme. Nëse ne nuk kujdesemi për emocionet tona, si mund të kujdesemi për marrëdhëniet që do kemi me të tjerët? Është vërtet. Ky është mesazhi im si kujdesemi për emocionet dhe ndjesitë e tyre. Patjetër. Unë falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Kënaqësia ishte ime. Të uroj shumë suksese në punën tënde, në këtë rrugtim i cili ka shumë për të mësuar, besoj që vazhdimisht kërkon. Dhe ne jemi ata profesionistë që gjatë gjithë kohës duhet jemi në studime të vazhduara dhe duhet të jemi të updateuar me të reat më të fundit që ndodh, sepse natyra njerëzore është komplekse dhe pa parashikueshme. Të falenderoj dhe një herë, ka qenë kënaqësi e veçantë ishim së bashku në studio për gjithçka që ndave për dëgjuesit tanë. Shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi pas pak miq për të vazhduar me minutazhin e mbetur të puntatës së ditës së sotme këtu në programin Muzik Plus në Radio Emanuel.